Përshëndetje edhe juve dhe shikuesve tuaj. Faleminderit shumë. Nëse mund të na thoni pak më shumë për këtë ngjarje që ka ndodhur mbrëm në ora 19:20 minuta. E vërteta është se policia e Kosovës është njoftuar se është gjetë një dron jo duke ngjyzuar, por i rrëzuar në një lis në afërsi të fshatit Muqibab, këtu në komunën e Gjilanit, dhe me ta marrë informatën, policia e Kosovës me njëherë njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku në fakt është gjetur mjeti. Është njoftuar prokurori i shtetit, i cili rastin e ka cilësuar si mbajtje në pronësi apo kontroll apo posedim i pa autorizuar i arme dhe fotografim dhe ngjizim i pa autorizuar. Hetimet rreth këtij rasti janë duke vazhduar dhe për momentin nuk kemi informata deri në këtë stad hetimeve se nga ka ardhur, por po punohet intensivisht që të dihet e vërteta. A ka qenë në kufi? E vërtetë është se ky fshat është në kufi, domthonë në zonën kufitare të Serbisë, ose me pjesën kufitare të Serbisë, është në te pika kufitare atje dikun, minimal, por nuk mund të saksoj sakt vendin ku. Pra, droni është konfiskuar dhe natyrisht që ju po vazhdoni, ju dhe prokuroria po vazhdoni hetimet. Padyshim se po, sigurisht që me informata tjera do të njoftohen me kohë. Por është interesant sepse ka ndodhur në mbrëmje, 19:20, si u vrejt një dron i rrëzuar në natë? Ne kemi pas informata, domethënë, prej përmes rrugëve tona operative dhe është gjetë, domethënë, mjeti është gjetë i rrëzuar në tokë, domethënë. Pra ka qenë, ju jeni njoftuar më herët për dronin? E vërtetë është se policia e Kosovës e ka marrë informata përmes rrugëve operative dhe me ta marrë informatën me njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Andaj hetimet në vazhdim do të tregojnë se kohën apo rrethonat se si është gjetë ky dron aty. Mirë, faleminderit shumë atëherë për gjitha këto informata. Kaloni mirë. Ditën e mirë. Pra, mësuam shkurt, po e kuptuam që policia nuk dha shumë detaje sa i përket këtij dronit i cili ra dhe ishte në kufi me Serbinë. Natyrisht që ne kemi kërkuar një përgjigje edhe nga prokuroria në Gjilan, por të njëjtit nuk kanë qenë të qasshëm. Në ndërkohë e pam në lajme që na i solli Marigona që sot çmimet e naftës janë shumë të larta, në disa vende në Prishtinë është €1.48, derisa në disa vende të tjera €1.55. Dhe kjo e ka ngritur si shqetësim që çmimet e Kosovës sa i përket biletave ndërkombëtare, pra biletat që janë të udhëtimit nga Prishtina për në Shqipëri, nga Prishtina për në Gjermani, janë të lira dhe duhet të shtrenjtohen dhe natyrisht do të flasim edhe me një bisedë tjetër se a do të ketë, a pritet të ketë shtrenjtim edhe të biletave sa i përket transportit ndërurban pra midis qyteteve të Kosovës, por e shohim njëherë si është situata në teren nga Jehona. Për shkak të situatës e krijuar në linjën e mesme, çmimi i naftës që nga java e kaluar është duke ngritur në tërë botën. Një gjë e tillë po vrehet pra edhe në Kosovë, ku sipas edhe vetë kryetarit të shoqatës së turizmit në Kosovë, sot çmimi i naftës shkon deri në €1.55 në disa vende. Përderisa i njëjti ka bërë thirrje pra që të ketë ndryshim edhe të çmimit të biletave, pasi sipas tij në një postim të cilin vetë ka bërë në Facebook, thotë se në një kohë kur çmimi i naftës në Kosovë po rritet vazhdimisht dhe në disa raste ka arritur deri në rreth 1.55 cent për litër sot e në vendet e BE-s deri në 2.1, më falni, duke u rritur brenda një periudhe 3 ditore edhe për mbi 25 cent për litër. Kostoja e transportit rrugor po bëhet gjithnjë e më e lartë për kompanitë transportuese, thuaja e papërballueshme. Kështu, ai ka kërkuar që nëse trendi i rritjes së kostove vazhdon, ndërsa çmimi i biletave mbetet i ulët, pasojat mund të jetë dobësimi i sektorit të transportit, presioni financiar mbi kompanitë, ulje cilësisë së shërbimeve për udhëtarët. Pra këto janë kërkesat sipas Rushdi Kurtisha, i cili pra ka thënë se duhet që të ketë pra dhe ngritje të çmimit të biletave. Për këtë arsye ne do të shkojmë tek stacioni autobuseve këtu në Prishtinë dhe të shohim se cili është mendimi i qytetarëve dhe i vetë transportuesve.
Tani jemi pra këtu tek stacioni autobuseve në Prishtinë dhe do të shkojmë të pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë në përgjithësi për këtë situatë. Po në të rritin 7 muaj në të ka nonën po plit edhe çaq. Kreti kanë rrit, edhe rritni. Në të bëjnë për ditë rritje e shmimeve, për çdo ditë, jo çdo herë, po shpesh. Shpesh. Sa është çmimi për momentin deri ku shkoni ju? 5 euro, deri në Prizren. 5 euro është. Sa është e përballueshme për ju? Në pension temi na, hiq. Në pensioni nuk kom, tjetër. Pensionet si rritin, o i dy vypin, shteti përshkon për para. Shumë shtien, që të ko shumë shtien me përballu. Pa jem 7 antara që në punë si jem. Fëmija privat punën shumë shtierë, rritë rrima, rritë ati këtë shqimor, gjithë që për rritë për gjithë. Sa mujtë i përballojmë, kjo shihet me pa. Po njëherë për njëherë shumë problem. A u thoni shpesh me autobus? Udhëtojmë shpesh për shkak se kam një djalë në spital të në Prishtinë, që një muj, edhe më duhet për çdo ditë më ardh. Shpenzime, 5 euro bilet autobusit, pritet apet shtrejtimi, ka. Kur asë një antar, asë një ndihmë për shtetit sa kem, asë punësuna së si jem. Prej nga jene? Prej jem Drenisës e ronë pej. Pej jetoj, pej. Po për ditë po du të më këtu me qëtë autobus. Do të thotë 10 euro në shkuar? 10 euro është më shku edhe më ardhë. Po që me djallë 20 euro. 2 persona 20 euro, plus shpenzimet në tonë. Po vështirë me përballu. Vështirë. Qka do të ndo, këta dinë veç këta. Që kjo luftë po ndikon shumë atje përëndim në vërdet ku është, për që ta o rritë po thëmë, që po di, ishala nuk rritet më tepër se ka me zgjatë, po më mërmenja, ndërshëta se kom sigurt. Po në rast se ngritën edhe çmimet e autobusave, bileta të autobusave, a i përballoni jo? Unë jam pensioner, vërtet, nuk pe përballoj, po duhet, që kem që me bo. Se kemi edhe trenin në 4:30, po më duhet me shku për ata si, po duhet në autobus. A udhtoni shpesh? Una? A udhtoni shpesh? Jo, shpesh, veç ashtu. Isha sot të mjeku diçka për më këshur, edhe më duhet me shku gjithësysh. Lufta në Iran këto pa i banë. Mirë po, Laramëni ka pasur edhe para Iranit, shëpëtat se si mund të jetë me një qytet, 1.8, e në qytetin tjetër 1.35. Tu mendoj që qeveria do të ketë një koordinim të çmimeve.